Filloj me emrin e Zotit të gjithësisë, e përshëndesim e i qojmë shumë selam e Muhamedit a.s. familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyne muslimanëve dhe muslimanëve, burra e gra që e kanë ndjekur dhe ndjekun fenë e tij deri në ditën e fundit. Sot po duam ju kujtu me një temë që e prek një realitet të rëndësishëm të formimit tonë fetar. Kur e shfletoni Kur'anin fisnik, kur e çelni Kur'anin dhe e lexoni, gjoni një realitet që ndërlidhet me Kurani para hijretit dhe Kurani pas hijretit. Do më thonë, ajetet, kaptinat që kanë zbrit Mekë, ende pa ndodh hijreti pejgamberit Medine, dhe pjesa tjetër e Kuranit, e cila zbret në Medinë ose mas hijretit. Faktikisht, kur e ndajmë Kuranin, ajete mekase dhe ajete medinase, ndamja ma korrekte është ndarja që lidhet me kuhen, jo me vendin. Me kuhen çka nën kupton? Do më thonë, ajetet ose kaptinat që kanë zbrit para se me ndodh hijreti dhe ajetat ose kaptinat që kanë ndodh mas hijreti. Pse është me rëndësi me njohjet ose me pas parasysh që të njohuri? Sepse Kurani para hijretit i trajton çështje të ndryshe dhe me të shkuar pejgamberin e Medine, Kurani i trajton temat ndryshe. Do më thonë të vren kur Kurani ka diskurs të Mekës, të frymës së Mekës, dhe kur Kurani ka diskurs të Medinës ose mas hijretit. Marr parasysh zhvillimet që ndodhin në shoqërinë muslimane. Dietarët llogarisin se 82 kaptina konsiderohen se janë kaptina mekase, kanë zbrit Mekë. 20 prej tyne kanë zbrit Medine dhe pjesa tjetër është e diskutueshme faktikisht, ka diskutim rreth tyre. A mund të jenë mekase, a mund të jenë medinase, po flasim për kaptinat si kaptina. Sido që të jetë, ajo që është e njohur për gjithë neve është që Kurani fisnik në Mekë i trajton kryesisht dy tema dhe për çata mendoj se është pjesë e rëndësishme e diskutimit të kësaj teme. Gjitha ajetet e Mekës kryesisht, me thonë, jo në mënyrë absolute, po kryesisht i trajtojnë dy tema. E trajtojnë temën e besimit në Zotin një, bindjen ndaj një Zoti suprem, absolut, edhe e dyta e trajton çështjen e vlerave. Vlerat morale, vlerat njerëzore. Ndonë se ka shumë musliman që besojnë që Kurani në Mekë ka diskutu vetëm punën e besimit. Nëse do të thonim çështu, i bjen se do t'i hynim hak Kuranit fisnik. Pse do t'i hynim hak? Sepse Kurani punën e besimit në Zotin dhe punën e vlerave nuk e ndan. Nuk mundesh me kontini besimtar i Zotit, me i besu fuqiplotit, e mu qu me mashtru, e mu qu me rajt, e mu qu me tradhtu. Nuk shkon, nuk e duran Kurani këtë diskurs. Nuk mundet një njeri që i beson Zotit me bo qështu. Për që ta, Kurani fisnik nuk i ndan. Kur të fton ty me kanë i ndershëm, me kanë besnik, me dhondim, vazhdimisht fton edhe me besu në Zotin dhe në ditën e gjykimit. Do më thonë, është një ndërlidhje shumë e thellë, e pandashme, e cila nuk pranon ndarje mes besimit në Zotin dhe aplikimit ose zbatimi krejt vlerave humane dhe njerëzore të cilat i ka para pa feja jonë dhe janë edhe njerëzore, faktikisht i admiron dhe i dën çdo njeri. Që kjo është ajo pjesa që po du me diskutu sot bashkë me juve, po du me vërtetu prej Kuranit fisnik. I kam një 4-5 shembuj në kaptinat mekase, në atë diskursin e Kuranit mekas, me po në tonë bashkë, qysh e trajton Allahu i madhnushëm, besimin edhe vlerat i trajton paralel. Në surën, në gjuzin e funit, në 20 fasëshin e funit e Kuranit fisnik, i kemi një 4-5 raste që janë tipike, që muni me po ju qartazi, qysh nuk e ndan Zoti besimin prej vlerave.
Në surën El Mutaffifin, Allahu i manushëm fillim të surës e hap kështu thotë: "Wailul lil mutaffifin." Të mirët ata të cilët masin keq, tradhtojnë në matje. Specifikisht mund të themi që bëhet fjalë për ekonomi këtu, për matjet në peshore. Mirë po, nuk përjashtohet mundësia që Kurani na flet këtu edhe për lloj, për një farë objektivizmi. Domethënë, të mirat ata që nuk janë objektiv kur masin. Tash na mund të masim kanë herë pesha, po kanë herë mund masim edhe çështje të natyrës morale. Çysh natyrës morale? Kur të gabon djali yt, nuk e sheh. Kur të gabon ai atina e bë bishk. Që kjo është matje me defekt, si e korrekt. Apo kupton? Kur të gabojsh ti, Zoti ma fal. Kur gabon tjetri, e bën bishk. Domethënë është defekt në matje. Të mirët ata që masin keq. Kur matin për veten, e marrin të plot. Kur është pyetje me do për veti, janë shumë korrekt edhe e dojnë të plot. Kur matin për të tjerët, kur i matin të tjerët ose matin për të tjerët, gjithmonë u japin në mënyrë të mangët ose në formë të mangët. Gjithë ty ta lën mangët. Vetit kur? Vetit gjithmonë e mat 100% edhe ja shton pak bile. E tash. Çto tri ajete janë thirrje për ndërgjegjen njerëzore, Zoti e thirr ndërgjegjen që mos me kone pa drejt, veçanërisht në ekonomi, në fushën e ekonomisë. Mirë po çysh e ndërlidh tash, që se na temin e kena me ndërlidh besimin me vlerat. Ti je besimtar, s'guxo me mashtru. Sepse mashtrimi hub besimin edhe e hub kuptimin besimit në Zotin. Tash çysh e lidh Zoti? Të mirët ata që matin keq, që kur matin për vete, matin në mënyrë perfekte, gjithmonë plot. Kur i matin të tjerët ose matin për të tjerët, gjithmonë në mënyrë të mangët, gjithmonë interesin vetit, gjithmonë të diskriminua dhe të i pa me sy denigrues të tjerët. Qa thot në vazhdim? A nuk mendojnë këta njerëz se do të ringjallën, që tash këtu intervenon besimi, roli i besimit. A nuk mendojnë këta njerëz që do të ringjallën në një ditë madhore, dita kur njerëzit do të qëndrojnë para Zotit madhnushëm. Shihni sa mënyrë perfekte e ndërlidh, domethënë çështjen e besimit Zotin, daljes para Zotit, besimin që kemë dhënë llogari para Zotit, edhe çfarë do lloj njëllosje ndërgjegjes përballë matjeve ose tradhtisë që mund t'ja bëjmë njëri tjetrit. Keni kujdes, sepse kemë dal para Zotit. Leni këto justifikimet që ja bëjmë njëri tjetrit, këto janë të pavlera. Kur dësh me bë keq, mos mendo çish kemi mu justifiku mua ose ligjit. Mendo çish kemi justifiku Zotit. Ç'ky është besimtari. Funditës edhe ligjit, edhe synit njërit, mund i ikim, ka varianta me ik ligjit edhe në shtetet më sofistikuara. Gjithmonë ka mënyra me ik ligjit. Ama s'ka mënyra me ik vdekjes, edhe s'ka mënyra me ik daljes para Zotit për me dhënë llogarin përfundimtare. Që kjo është shembulli i parë. Shembulli i dytë. Shembulli i dytë në surën Tekwir. Për Allahu i Madhnushëm këtu tash flet për një adet, një traditë shumë të keqe që e kanë pas arabët e ignorancës, që kur ju ka le fëmija vajzë, janë një keq. Janë një keq kur ju ka le fëmija vajzë. Edhe pse, mes tjera që kanë lidh pak botën e femrës se kanë lidh gjithmonë me marre. Edhe na kështu ja shtetum arabëve këtë far akuze, po ka pak o mirë me këty gishtin edhe se edhe bota shqiptare ka pak marrin e lidh me femën. Fort letë amneston burrin këto faqezi, e dyshysh fort ja bë bishk femnës, dyshysh këtë nera, këtë moral lidhet veç me gru, burra dyshysh janë të amnestun.
e kem thonë ja 1 milion herë dhe s'di ku, normal që është nuk permisohet letë. Morali, nderi, nuk ka lidhje me gjinin, pavarësisht a je mashkull, a je femën, nuk ka lidhje kjo. Arabët e kanë pas qëtëfar ngarkese, qëtëfar zullumi social, që marria dyqysh lidhet me femën, dhe kjo tjene i ka shpia Arab deri në krem social, dhe më thonë, ka rast kur i kanë myt vajzat. E Kurani e ka trajtu këto si një defekt madh, edhe ka thonë ditën e kiametit, kur do të pyeten ato vajzat e vogla për çfarë foju kanë myt juve. Është njëna prej ajeteve që unë kur pe tham po emocionona se kur të mytet një njeri i rritun, gjithmonë me pas ndaj mekat. Ndonë se s'do të më myt njeri kur, po njeri i rritun gjithmonë ka mekat. Qysh mytet fëmia kur s'ka mekat. E Kurani tash e shtran thot në ditën e gjykimit, kur ka mu pyet fëmia, çfarë foj ke pas ti që të kanë myt? Çka ke boti? Përgjigja kish me kon kjo. Unë s'kam asnjë faj, veç jam kon gruane, veç jam kon femën. Veç pse se marrja u lidh me mu. Domethënë potencialisht pritet që marrja mu ndërlidh me mu. Ndërkaq marrja është nuk lidhet me njërin nëse tjetrën gjini, po lidhet me njeriu si qenie. Ajeti i tretë, gjithashtu fantastik, i cili e ndërlidh në mënyrë të ngushtë çështjen e besimit me vlerat, që na po diskutojna, që është Kurani i Mekës ky, domthonë diskursi i Mekës. Falaqtahama al-aqaba, surën al-Balad, thot por ai nuk ju ngjet përpjetjes. Domethënë Allahu i Madhnushëm e çorton një njeri i cili nuk ka dosh me kalu pragun, nuk ju ka ngjit përpjekjes me si bien nuk u përvjel, më mundu më ko më i mirë. Nuk ka provu me kon më i mirë. Nuk ka provu me kalu pragun. Cili është pragu ose cili është ajo përpjekje? Përpjekje thot Kurani, ta liroj një sklav, një rob, të jap ushqim të varfërve, të kujdeset për jetimin. Do me thonë, ai që nuk ka bo përpjekje me i bo qëto trija, do me thonë, lirimin e sklavërve, faktikisht braktisja sklavëris, mos ketë sklav, mos ketë rob, mos ketë varfën ose të luftohet maksimalisht varfënia, edhe të kujdesemi maksimalisht për jetimin, është vargjet kuranore në të cilat Allahu i Madhnushëm flet për drejtinë sociale, edhe gjithmonë e lidh me botën tjetër ose me atë pragun. Do me thonë, ti hala nuk je hi në botën e besimit, për aq kohë sa ti nuk e bo përpjekje me liru rob, me ushqyt varfën, ose me u kujdes për jetimin. Që kjo është ajo pjesa e tretë dhe e parafunit, e kemi veç edhe një të funit edhe për përmbyllëm, është surja Al-Fajr. Kaptina Al-Fajr. Kaptina Al-Fajr është një prej kaptinave në gjuzin e funit, ama trajton, kisha pas qef më dhonë veç një vëmendje 2 sekunda, është një trajtim brillant që e bjen Kurani. Në surën Al-Fajr, Allahu i Madhnushëm vjen me ajetet kuranore në cilat provon me renu mendësinë materialiste. Çka është mendësia materialiste? Mendësia materialiste na prek tonëve neve. Unë e shoh vetë ka njëherë. Që të ecin punë të mirë, shkojnë punë të mirë, vinë pare, s'ka probleme, s'ka ankesa, s'ka defekte, Zoti po më dënë. Si të lëvitën pak punë, naj kriz, naj fatkeqësi, Zoti s'po më dënë. Do me thonë, materializmi bëhet kriter. Do me thonë, ti tash, ju drejtohesh Zotit. Sa herë të bën mirë, e merë mirë në kuptimin fizik. E merë që Zoti po dënë. Sa herë ndodh ndonjë fatkeqësi fizike, e merë që Zoti s'po dënë. Zoti po dënë me rënu, sepse kjo kriter materialist. Është kriteri rrezikshëm ky. Pse? Sepse Zoti ka bërë shumë të mira që nuk janë të natyrës morale. Po mënej, nuk janë të natyrës materiale. Ka qindra mira çështje që lidhen me botën jo materiale. Prandaj Allahu i Madhnushëm thot, kur ne i japim atij të mira, ai thot Zoti po më nderon.
kur e sprovojmë ose janë nalim pak të mirat, thot Zoti po më dënon, ose Zoti po më poshtron. Në vazhdim thot Allahu i Madhnueshëm, jo, kjo nuk funksionon kështu, Zoti i gjithësisë. Prandaj është logjik pura materialiste që e mot relacionin e robit me Zotin vetëm qysh po na ecin punë. Punë materiale kanë fjalën. Prandaj është qasje e gabume. Pse? Ty munden më të lovit punë në njëherë. Mundet me ndodhë një fatkeqësi. Mundet në komunikacion me ndodhë një fatkeqësi. Ama kjo nuk është argument që Zoti po të dënon. Për çka shku që ti je njëri moralshëm, ti je njëri familjar, ti e fal namazin, e ki besimin, e ki moralin, e ki këtë vlerat. Zoti që kjo është me qëtu gjëra matët relacioni me Zotin. Jo ki pare shumë, a ki pare pak. Ato e çështje ekonomike. Normal që me pas ma shumë ma mirë, në regull krejt. Po nuk ka kriter se unë jam burimir ose se jam burimir. Je burimir matët me çështje tjera, që që ka përmen Allahu i Madhnueshëm. Prandaj kisha dasht me përfundu këtë farë muhabeti, pse është e rëndësishme që ky diskurs i Mekës, pse Kurani në Mekë nuk e ndon besimin prej vlerave. Janë 3 arsye që po du me i rumullaksu. E para, se Allahu i Madhnueshëm nuk ka dasht me ndërtu një besim shkputun për realitetit. Do me thonë, unë du, kur ti më thu mu besimtar, kur më thu unë punoj me një besimtar, jam martu me një besimtar ose besimtare, besimin tanë unë du me po konkret në teren, jo në teori, jo më në filozofuti, unë du me po në teren, sumë ashtran, sumë ran, je durimtar, je korrekt. Allahu ka dasht besimin mos me shkput për realitetit. Besimin ka dasht me bo konkret. Do më thonë, kur ti thu punoj me një besimtar, besimi ti mu po në teren. Prandaj në Mekë nuk e ndonë besimin për i vlerave. Që është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është kështu. Shumë njerëz nuk afrohen te feja vetëm nëpërmjet argumente filozofike dhe shkencore. Shumica e njerëzve ofrohen te feja nëpërmjet logjikës humane, kur ai shen një akt human te ti, një sjellje humane, jo veç interpretim filozofik. Nuk bëhen njerëz musliman gjatë shpjegimit. Njerëzit bëhen musliman kur shohin akte humane. Është logjika e humanizmit, është logjika e akteve dhe sjelljeve njerëzore në teren. Edhe e funit është Allahu i Madhnueshëm nëpërmjet besimit dhe vlerave ka dashur me ndërtu një individ të moralshëm i cili participon në një shoqëni të mëshirshme ose në një kolektiv të mëshirshëm. Prandaj ish dasht që një shoqëni ku tonë janë besimtar, sjellja ish dasht me konë ma korrekte, edhe jo e kundërta. Ish dasht që ti me pas qef me blepe i besimtarit, me ashit besimtarit. Pse? Sepse besimi ti dhe më ans i sjellë dhe vlerat. Prandaj, kur të nini najherë, cilat tema i trajton Koronin Mekë 13 vjetë, dijeni, 2 tema trajtohen Mekë 13 vjetë. 13 vjetë. Besimi, bindja në Zotin dhe vlerat. Respekti, ndërgjegjja, nderi, besnikria, falja, mshira, vlerat njerëzore, kur Zoti 13 vjetë nuk i ka nda, mas ne është periudha medinase që trajton edhe norma, që e dini. Faleminderit shumë, Allahu ju shpëblef, selamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.